He pra të dashur miqtë e mi, dikur të dashuruar me petale, me trëndafila, bllokuan të gjithë motorët e Tiranës, një çift i cili pretendoshte që do të ishte gjithmonë bashkë, një vajzë që ishte krenare për marrëdhënien që kishte zgjedhur, një djalë që ndjeshte i lumtur në krahët e një vajze, siç duket prenku që bënte Kiara Tito tek fan klubi, disi ishte ajo thënia që gjysma e gënjeshtrës është e vërtetë. Casey dhe Ina, dy ish-banor të Big Brotherit që dha një puthje brenda asaj shtëpie, Casey që u largua me zarf të zi nga shtëpia, dikur kishin pretendime që edhe mund të ktheheshte brenda në këtë format, por siç duket vllau i madh këtë vit ka qenë shumë strikt dhe tek banorët të cilët kanë dalur që të mos të kenë një shans të dytë brenda kësaj shtëpie. Dashuria e tyre që u përfol shumë, fillimisht një herë u përfol me Stelinën, më pas me Inën, do me thënë ka qenë një lloj kombinimi që Ina hyri në Big Brother dhe i mori të dashurën Stelinës, të dashurin, do me thënë kështu komentua. Përfundimisht tashmë zyrtare, do me thënë si gjë, Ina dhe Casey kanë mbyllur rrugtimin e tyre të dashurisë. Pa marrë parasysh fotove në për Instagrame, pa marrë parasysh fanbase-ave që u hapën, kanë patur një audiencë të gjerë me njëri tjetrin, kanë patur fansa të mëdha, pa marrë parasysh dhuratave të bukura që Casey bënte për të suportuar Inën brenda në shtëpi, dashuria e tyre ka përfunduar. Tani lexoj ca komente që thonë që ura interesi, nuk kishin më klikime, nuk merreshte njëri me to dhe prandaj e mbyllën rrugtimin e tyre të dashurisë. Tani unë nuk dua ta besoj që një djalë në vitin 2026 fillon një lidhje dashurie, fillon një emocion dashurie, i jep vetes së tij siklet për të krijuar një fanbase, për të krijuar ca klikime dhe për të marrur një vëmendje. Mua nuk më duket e tillë, me thënë drejtën. Më duket diçka që nuk ka qenë e ndjerë nga ana e Caseyt, sepse nga ana e Inës ishte e ndjerë, unë pash dashuri tek Ina. Do me thënë Ina u lëshua pak më shumë tek Casey, nuk ka qenë e jetuar nga ana e Caseyt. Casey nuk ishte gati për të krijuar një lidhje. Do me thënë kishte hyrë në Big Brother nga një lidhje sapo përfunduar, duke mos patur kohën që të njihet me Inën. Do me thënë ndodhen gjërat shumë shpejt dhe mendoj që ishte e gjitha kjo vetëm për lojë dhe për klikime. Dhe për këtë gjë çifti nuk mundi që të funksionon edhe jashtë. Ka ditë që janë ndarë, por do me thënë ditën e djeshme u vërtetua si gjë që janë të ndarë. Unë uroj që Casey të vazhdon rrugtimin e tij. Për mendimin tim, ka qenë një djalë shumë i mirë, ishte i drejtë për drejtë, unë e kam vlerësuar Caseyn me qëndrimet e mia brenda shtëpisë së Big Brotherit, por dhe Ina mendoj që të hysh në një lidhje, t'ia shkatrosh tjetrës një lidhje në sy, është pak e vështirë në shoqërinë shqiptare, sepse publiku nuk të vlerëson.